Kreu i emergjencave civile Haki Çako ka inspektuar në terren situatën në urën e Mifolit në zonën e Fierit. Situata vijon të mbetet në alert, ka pohuar Çako, pasi niveli i prurjeve në urën e Mifolit ka arritur 7 metra. Situata është monitoruar gjatë gjithë natës, ka pohuar Çako, por niveli aktual ka një risk të shtuar dhe fatmirësisht për momentin nuk ka banesa të prekura. Historiku është i qartë, në rast të daljes nga shtrati do të ketë evakuime të banorëve dhe për këtë janë marrë të gjitha masat. Apeli është i qartë për të gjithë banorët përgjatë rrjedhës së lumit. Përpara gjithçkaje është jeta e qytetarëve, ka thënë Çako. Situata paraqitet në alert, natyrisht sepse niveli i prurjeve në Vjos është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në Mifol, ku është matja aktuale. Sigurisht që ka prurje intensive të Vjosës që vjen nga Tepelena dhe nga Përmeti. Kemi monitoruar pa shkëputje gjatë gjithë natës dhe në kontakt me strukturat dhe me institucionet drejt për drejti edhe me Përmetin edhe me Greqin, me partnerët tanë grek, me informacion të shtuar. Mund të themi që ka një stabilitet në nivelet në Përmet dhe në Tepelen, që shpresojmë të ketë një rënje, por kjo gjithsesi është prapë fakultative. Vazhdojmë ta monitorojmë, ky është një nivel që ka risk të shtuar, por për momentin nuk kemi banesa të prekura apo dalje jashtë shtratit të lumit Vjosa. Dihet historiku është mëse i qartë, nëse niveli do të kaloj më lart, pastaj do të ketë probleme, janë marrë masat për të evakuar apo për të lëvizur që të gjithë banorët nëse do të dalë nga shtrati, lumi, cili cënon dhe ekspozon zonat e Fierit nga Ferrasi apo nga komunat dhe njësitë ngjitur me të deri dhe ke Darzeza mbase sipas historikut. Pra pritet që prurjet e Memalia të mesditë arrin pikun në Mifolin? Tashmë edhe këto prurje nga Memalia i vinë, domethënë nga ai intensitet është sepse ka pas shumë rreshje në zonën jugore, kryesisht në kufi me Greqin, në pjesën e Qashovës, por edhe nga Gjirokastra dhe diku. Por ajo që ne vlerësojmë është fakti që Drinosi ka prurje jo maksimale, optimale, por dhe Shashica është në minimumin e saj, çka janë faktorë që ndikojnë drejt për së drejti në epërsinë që merr rritja e nivelit të lumit Vjosa në shkarkim me detin, por ka dhe një element tjetër që merret në konsiderat që është çështja e baticave të detit, cilat i kemi pas në avantazh sepse lumi tërheq me intensitet shumë të lartë drejt detit dhe nuk kemi bllokim të tij nga deti.